41.3% e të anketuarve janë përgjigjur se nuk I besojnë asnjë lideri të partive politike. Kështu flasin rezultatet e anketës së zbatuar nga TimeMK dhe agjencia Market Vision. Shifra mbase flet për zhgënjimin e qytetarëve nga politikanët duke marrë parasysh përballjen e tyre me sfidat para së gjithash ekonomike. 1/4 e të anketuarve apo 25.2% më shumë I besojnë liderit të VMRO-DPM-s Kristian Mickovski, që ndiqet nga Ali Ahmeti me 5.6%. Në pyetjen tjetër për preferencat partijake, 28.1% janë prononcuar se nuk do të votojnë, 24% se do të votojnë për VMRO-DPM-n, 5.1% për Vlenin, 4.9% për LSDM-n dhe 4.8% për BDI-n. Në pyetje nëse jeni për hyrjen e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian me status të vendit mbikëqyrës, respektivisht antare e Bashkimit Evropian pa të drejtë vetoje, 52% e të anketuarve deklaruan se janë për hyrje në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje. 46.9% e të anketuarve vlerësojnë se vendi po lëviz në drejtim të gabuar, kundrejt 36.2% që vlerësojnë se vendi po lëviz në drejtimin e duhur. Anketa ishte zbatuar nga 2 deri më 18 mars me përdorimin e metodës CATI, anketimit telefonik me ndihmën e kompjuterit me 1200 të anketuar.